Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shteti i Kosovës shpall non grata ministrin e administratës publike dhe i qeverisjes lokale të Serbisë, Snežana Paunović. Asaj është ndaluar në mënyrë të përhershme hyrja dhe kalimi tranzit në territorin e Republikës Kosovës. Vendimin për shpalljen e ministres serbe non grata në Kosovë ka bërë të ditur ministrin detyri punëve të brendshme Xhelal Zvecla, sipas deklarata e ministres serbe përbën vazhdimsi të një politike shtetërore që për dekada ka prodhuar dhunë, krime dhe përpjekje për zhdukjen e shqiptarëve nga trojet e tyre. Ministria serbe Snežana Paunović i ka komentuar të keq interpretuara deklaratat e saj për spastrim etnik në Kosovë nëse do të ishte në kohën e Miloševićit, në një reagim me shkrim pas kërkesave për dorëheqje nga opozita dhe organizata jo qeveritare. Paunović pretendoi se me fjalët e saj është bërë propagandë. Megjithatë ajo deklaroi se nuk e heq dorë nga politika e Partisë Socialiste të Serbisë, e cila udhëhiqej nga Slobodan Miloševići. Deputeti shqiptar në parlamentin e Serbisë Shaip Kamberi kërkoi shkarkimin e ministres Snežana Paunović. Sipas tij, deklaratat fashiste të ministrave të qeverisë serbe tregojnë më së miri se Serbia e Miloševićit vazhdon të mbetet e njëjtë, duke e cilësuar atë si të papranueshme dhe që kërkon reagim të menjëhershëm institucional. Sipas tij, për shqiptarët e luginës Preshevës, deklaratat e tilla nga përfaqësues të institucioneve shtetërore përbën një burim pa siguri e shtesë. Kur një antar i qeverisë flet për spastrim etnik, pjesëtarët e komuniteteve pakice me të drejtë shtrojnë pyetjen se çfarë sigurie mund të presin nga këto institucione, apelon Kamberi. Bashkëtari i koalicionit Vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Izet Mexhiti, dënoi gjuhën e ministres së Serbisë, e cila në intervistë publike shpreu keqardhje që territori i Kosovës nuk është pastruar etnikisht nga shqiptarët gjatë konfliktit të vitit 1998. Ai theksoi se mungesa e distancimit të kryeministrit apo presidentit serb nga ky deklarim paraqet një sinjal shqetësues për marrëdhëniet ndërkombëtare në rajon. Kur një zyrtar shtetëror në vitin 2026 shpreh keqardhje që Kosova nuk është pastruar etnikisht, kjo ngre pikpyetje serioze mbi ndryshimet në mendsinë politike në Beograd, deklaroi Mexhiti. Sipas tij, kjo nisëm po shfrytëzohet nga Serbia për abilitimin politik dhe ideologjik, në vend që t'i shërbejë objektivit të shpallur për pajtim dhe integrim rajonal. Ministri për ropën dhe punët e jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha, dënoi deklaratën e ministres serbe për administratën shtetërore dhe vetë qeverisje lokale, Snežana Paunović, për spastrim etnik në Kosovë, duke cilësuar atë të papranueshme dhe pyese për viktimat e luftës. Ai theksoi se normalizimi i krimeve kundër njerëzimit minon pajtimin dhe se ardhmja europiane e rajonit mund të ndërtohet vetëm mbi të vërtetën, përgjegjësinë dhe respektin për viktimat. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama bëri përgjegjëse Serbinë për situatën e krijuar në dialogun me Kosovën. Për Euronews Serbia, Rama deklaroi se Serbia nuk është e gatshme ta pranojë realitetin dhe se nuk ekziston më diçka që quhet Kosova dhe Metohia, por vetëm Republika e Kosovës. I pyetur për faktin se 5 vende të Bashkimit Evropian ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, kryeministri shqiptar u përgjigj se 5 nga 27 përbëjnë një numër të vogël e tregojnë se shumica dërmuese e ka pranuar realitetin. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.